Pjesa tjetër e gjyqësorit është në një krizë, në situatë shumë të thellë reflektimi dhe pamundësie pas reformës në drejtësi dhe natyrisht pas ngjarjes së fundit me gjyqtarin Kalaja. E nisim nga gjykata kushtetuese, si e pat ju këto urrëzua presidenti, ndërkohë që gjithë e kishin paralajmëruar këtë gjë që kur presidenti Begaj nxori dekretin. Në fakt, ai është një vendim kushtetues, vendim ligjor i drejt, por ashtu siç e thatë ju, ishte një vendim që nuk kishte nevojë për interpretim, për sa kohë që e ka parashikuar vetë kushtetuta dhe për sa kohë që një president i legjitim kërkon të sfidoj gjykatën kushtetuese duke shkelur rënd kushtetutën, dhe kjo futet në një nga shkeljet më të rënda të kushtetutës, dhe nga ana tjetër duke bërë dhe interpretimin ligjor se kujt gjykate duhet t'i drejtohet kërkuesi i caktuar pa i hyrë në emra se kush është kërkuesi aktual i kësaj çështje. Unë për hir së vërtetës do doja shumë që ky të ishte një vendim i marrë referuar anës profesionale dhe integritetit personal të gjyqtarëve, po në këndvështrimin tim nuk është kështu. Nuk është kështu. Pse them unë? Ky është një vendim i marrë me urdhër të Edi Ramës. Dhe këtu në të gjitha ato tufon e sharlatanëve që kanë vendosur të shërbejnë Edi Ramës, unë dua të veçoj vetëm një gjyqtare, zonjën Betja, dhe jo për ta veçuar për rastin konkret, pra për të bërë këto favoret apo qokat, por nëse ne kthehemi pas në kohë, dua të vërtetoj dhe tezën time që pse ky nuk është vendimi i tyre, apo dolën ato nga strofkulla e nënshtrimit të urdhrave të Edi Ramës, sepse në të gjithë rastet e tjera, duke përfshirë portin e Durrësit, kemi fakte, duke përfshirë Gjadrin, duke përfshirë Butrindin, kërkesa shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike, të cilat jo vetëm janë rrëzuar, por mbi të gjitha kanë pas vetëm një vot pro. Pra, dhe këtu ka qenë vota e zonjës Bete. Pra, unë vazhdoj të qëndroj që ky është një veprim i marrë nën urdhrat politik të Edi Ramës, pavarësisht se kështu e parashikon kushtetuta. Pra ato s'kanë bërë asgjë më shumë, por kushtetuta ka parashikuar edhe vendime të tjera, siç ishte Butrinti, porti Durrësit, Gjadri, apo ato kërkesat e tjera, Olta Xhaxhka. Ne ti hym historisë Olta Xhaxhka, ju do shikoni që skandali ka filluar në gjykatë kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese për ta bërë publikun me dije që është gjykata kushtetuese që e ka sjell kolapsin e Olta Xhaxhkës, i ndjekur në fakt nëpërmjet urdhrave të Edi Ramës edhe nga kuvendi, sepse kërkesa e Partisë Demokratike fillestare ka qenë shkarkimi pra heqja e mandatit të zonjës Xhaxhka, ndërkohë që gjykata kushtetuese kërkesën e Partisë Demokratike përfaqësuar nga Oert Bylikbashi e ka rrëzuar. Ka marrë kërkesën e 1/10 të deputetëve dhe ka vendosur vetëm rikthimin dhe marrjen e vendimit nga kuvendi. Të rikthehemi ke tema. Kush është elementi i dytë që ka dash Edi Rama ta hedhë në treg? Elementi i dytë shumë i rëndësishëm është që t'i tregoj ndërkombëtarëve, edhe ata në pjesën e këtyre sharlatanëve të drejtësisë, që këtu reforma në drejtësi ka dhënë produkt, pra ja ka dhe gjykatë që del kundra meja. Më thoni një rast, unë po ju marr rastin që e kam bërë disa herë publik dhe që për mua është një nga puçet më të rënda të kushtetutës, është rasti i votës së diasporës. Pavarësisht se të gjithë ne kemi qenë dakord për votën e diasporës, por është marrë në shqyrtim dhe është pranuar kërkesa e një shoqate të huaj. Të vi një shoqatë serbe, të kërkoj një arsye të saktuar për të shkuar në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese të ketë kompetencën për të gjykuar një shoqatë serbe, ndërkohë që edhe shoqata që ka bërë kërkesën në gjykatë kushtetuese ka qenë shoqatë zviceriane. Pra nuk ka qenë regjistruar në Zvicër. Po patjetër, dhe prandaj ligji i jep kompetenca se deri ku shkon gjykata kushtetuese. E thënë kjo, janë të gjitha vendimet që janë dhënë me urdhër të Edi Ramës. Ndërkohë,
argumenti i tretë sipas meje, që pse ky vendim është nën urdhrat e Edi Ramës, është sepse kërkon të krijojë një amulli tek forcat opozitare, për t'i thënë ja, nuk do ketë zgjedhje në Tiranë. Shiko, gjykatën kushtetuese si veproj, dhe ndërkohë që unë do kërkoj falje publike nëse aty do tregohet nëse ky vendim është vendim i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese apo i kryeministrit. Nëse ato me 31 tetor do ta rrëzojnë dekretin, sepse për hir të vërtetës ata nuk e kanë rrëzuar akoma dekretin. E kanë pezulluar. Po në të njëjtën rrugë do të jem edhe kur ata të rrëzojnë VKM-n, e cila dukshëm është një VKM-ja e shkarkimit flas, një VKM antikushtetuese, për cilin ata thjesht duhet të zbatojnë ligjin. Ndërkohë, kjo amulli që kërkon Edi Rama të përçojë tek demokratët, tek pjesa që mbështet Partinë Demokratike, po gjithë opozitën e bashkuar tani, për shkak edhe të kandidimit që është rënë dakord që do përfaqësohet e gjithë do mbështetet, gjithë opozita do mbështesi zotin Binaj. Kjo në fakt e ka vënë pak në vështirësi kryeministrin dhe gjithë shpurën e tij, dhe nga ana tjetër, nëse ne do ta lexojmë me kujdes mesazhin që Edi Rama i ka drejtuar strukturave që pavarësisht publik i mesazh. Pavarësisht vendimit ne do vazhdojmë punën sepse në Tiranë do ketë zgjedhje, tregon se ata janë të bindur që me 31 tetor apo kurdo që të lihet vendimi për VKM do rrëzohet Erion Veliaj. Ky është perceptimi im, por fatkeqësisht sa herë koha më ka dhënë të drejtë. Presidenti